Kosova në vitin 2024 i kishte 137.000 banorë më pak se në vitin 2011, por i kishte 70.000 familje më shumë. Pse? Sepse numri i familjeve ra nga 5.9 antarë mesatarisht për një familje në 4.3. Pra, familjet e Kosovës u zvogluan. Mirë po, nuk është problem që u zvogluan. Problemi në fakt është që nuk u zvogluan sa duhet. Mesatarja e madhësisë së një familjeje në Bashkimin Evropian është 2.3. Ndërkohë, vendet e rajonit, Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Malizi, po ashtu e ka një mesatare më afër BE-s se sa Kosova. Dhe nëse e shohim krejt hartën e Evropës me 50 shtete, ne vrejmë që asnjë shtet i vetëm nuk i afrohet Kosovës sa i përket numrit të antarëve për familje. Dhe ironia këtu është se Kosova është shteti me popullsinë më të re në Evropë. Pra, ka parakushte demografike që numri i antarëve të zvoglohej në formë drastike. Pse atëherë me gjithë këtë ndërtim që e kemi parë në Kosovë, numri nuk është zvoglu sa duhet, numri ka mbet abnormalisht i madh. Jo shkaku i vjetrimit të popullsisë, as shkaku i uljes së natalitetit, por shkaku i banimit. Të rinjtë kosovarë s'kan mundësi me ble banesë ose shtëpi dhe s'kan mundësi disa prej tyre as me dalë me qira. Kush e di sa tragjedi të vogla familjare fshehin muret e banesave dhe shtëpive tona. Ndërkohë, një problem i dukshëm është ai dhunës në familje, i cili po rritet vit pas viti. Aktualisht na mungojnë elementet vizuale, si për shembull t'i shohim të pastrehët në rrugë, për me e ngrit zërin dhe me kuptu se sa i madh është ky problem. Tazëm, shoqëria kosovare për momentin ende është solidare, po e përsëris për momentin, dhe njerëzit ju ndihmojnë atyre që nuk kanë shtëpi ose nuk kanë streh ku me u fut. Për shembull, familjari ndihmon familjarit, ose ndonjëherë edhe farefisi, ndonjëherë edhe shoqëria, dhe kësaj përprovojmë që mos me e marrë edhe për vete stigmën që na e nxjerr dikush i cili jeton jashtë në rrugët e qyteteve tona. Pra, është solidaritet, por në të njëjtën kohë është edhe stigmë. Ndërkohë i shohim edhe organizatat bamirësisë që rasteve në varfëri ekstreme që mbesin pas tre ju ndihmojnë dhe ju ndërtojnë shtëpi. Edhe kjo është si lloj solidaritetit dhe në të njëjtën kohë stigmës. Ju marrin nga pak prej dignitetit të tyre dhe ju japin streh. Mirë po, nëse vazhdojmë me ignoru këtë problem, atëherë edhe këto elemente vizuale që i shohim në shoqëri tjera, do t'i shohim edhe te ne, sepse edhe ne po individualizohemi dhe edhe ne po e humbim dal nga dal solidaritetin që na ka karakterizu dikur. Do të shohim edhe të pastreh shqiptar gjithandej qyteteve tona, sepse problemi është shumë më i madh se sa që e mendojnë politikanët tanë. Dhe nuk është problem që kufizohet te shtresa e varfër ekstreme, te shtresa e varfër, te shtresa e mesme ulët. Është problem që nuk prek vetëm njerëzit e pasur. Në fakt ata i prek, por i prek në formë pozitive, sepse ata janë të vetmit që përfitojnë prej kësaj, duke i mbajtur çmimet e patundshmërive në formë të paarsyeshme të larta. Dhe e vetmja këtu që ka një ide, në fakt i ka disa ide për me zgjidhur këtë problem, është kandidatja për kryetarit Prishtinës Besa Shahini. Preokupimi i saj është i sinqert, argumentimi i saj mu personalisht më ka impresionu dhe unë nuk po ju them t'ja jep një votën, sepse nuk e kam atë mendje madhësi, por të paktën konsiderojeni. Ju lutem ta bëni subscribe kanalin tonë në YouTube dhe faleminderit krejt juve se tashmë e keni bërë.